Në vitin e largët më 1967, në Ferizaj u themelua shoqëria kulturore artistike Kastriotët. Si vjetë gjatë tërë vitit, Kastriotët tashmë të konstituar si ansambël i këngëve dhe i vallave, me një varg manifestimesh shënuan 30 vjetorin e punës, aktivitetit dhe sukseseve të tyre. Këtë vit ishin 30 vitet e ekzistimit të ansamblit, që nga fillimi organizuam që kjo të shënohet në mënyrë sa më madhështore. Ishim të hendikepuar për situatën që mbretërante. Në situatë normale, ansambli sigurisht do të bënte turne në gjitha trojet shqiptare. Mirë po, situata nuk ishte për aso turne as këtu në Kosovë e fatkeqësisht as në Shqipëri. Andaj u detyruam që të kënaqemi vetëm me këto forma të organizimit të këtij manifestimi. Në fillim organizuam një trejes të rrumbullakët, Shundi dhe Kiçi në muzikën popullore shqipe. Pas kësaj organizuam një përkujtim për të gjithë të vdekurit që lanë gjurmë të pashlyeshme në ansamblin ton dhe i nderuam me vizita vorrezave të tyre. Pas kësaj organizuam edhe një akademi solemne, me që rast normalisht u shpërblyen më të merituarit, dhe organizuam një koncert madhështor këtu në Ferizaj, ku publiku ardhashës Ferizajas pati rast edhe njëherë të bindet për vlerat që kultivojnë Kastriotët. Në përmbyllje të këtij përvjetori organizuam gjithashtu përgatitëm një projekt të quajtur monografi, ku u përfshi në pika të shkurtra i gjithë aktiviteti i këtij ansambli që nga themelimi, në mënyrë që gjeneratat e ardhme të kenë mundësinë të njihen me organizimin, me veprimin, gjithsesi me punët dhe sukseset e gjithë atyre që ishin në radhët e këtij ansambli. T'i kthehemi edhe një herë fillimit. Si u themeluan Kastriotët? Kush ishin ata që e nisën këtë punë të mbarë? Dëshmi për pranverën e vitit 67 sjellin disa prej themeluesve të Kastriotëve. Qysh në fillim duhet me thanë se iniciativa ishte spontane, por ne si normalisht kishim një përvojë sa do të shkurtër. Ne organizuam se ishim si nxënës një koncert me këngë dhe valle në shtëpinë e sindikatave në Ferizaj. Kjo është vjeti 1966, ende pa formu shoqëria, në një mënyrë ne që ishim organizatorë, Recep Rifati, Ramadani, Indjeri Zymberguta, Ismet Topalli, edhe të tjerët, u bindëm se mundemi me shku më të tjenë formimin e shoqërie. Kështu që ato ditë vazhdimisht bisedonin për formimin e kësaj shoqërie. Prandaj ne filluam kryesisht udhëheqësia e rinisë të atërshme të Normalis, Recep Rifati, Qamil Bytyqi, une, pastaj ishte Femi Zeqiri, Osman Berisha, Jaja Azemi, e shumë të tjerë
të cilët na u bashkangjitë në ide, të cilën ide ne e trajtuam në nivel komunal, në radhë parë në rini, e pastaj të strukturat komunale. Mirë, por nuk hasëm në mirë kuptim për arsye se ata mendonin se shoqëria do të jetë e kombinuar me gjitha nacionalitetet në komunë që ishin. Mirë, por ne nuk pajtoheshim me atë, se dëshira jonë ishte që të themelojmë një shoqëri shqiptare ku do të kultivohej kryesisht kënga, vallja, folklori shqiptar. Prandaj ajo iniciativë u shtyp pothuajse deri me 1967, pas rrahjes së plenumit Brejoneve, kryesisht të politikës rankoviciane, atëherë u themelu edhe shoqëria kulturale artistike, atëherë Kastriotët, si shoqëri, ndërsa tash ansambël. Bisedat i kemi zhvilluar kryesisht nëpër Oda. Biseda e parë që zhvillu pak ma konstruktive ishte në Slatin të Moravës, në Odën e Jaja Azemit, pastaj kemi biseduar edhe në Odën e Sabir Berishës në Nekodim. Po në mbledhjen e parë, përveç meje, kanë qenë prezent Recep Rifati, Mehmet Emrullahu, Çamil Bytyçi, Hesat Dauti, mësimdhënës në shkollë normale ka qenë, Ramadan Ramadani, Fehmi Zeqiri, i cili me mandolin edhe në arktejke gjithkon kush ka ishmi. Në koncertin e parë keni kënduar edhe ju? Po, kam kënduar. Edhe këndoj edhe tani. Unë kam këndu këngën më i Shkodër, më i mizore, në atë kohë ishte këngë mjaft aktuale. Kështu që në koncertin e parë këndoj Nol Berisha, Hivzi Fazliu, Zyrafete Fazliu, unë Ismet Topolli dhe Fehmi Jup. Pas koncertit parë që e kemi shpall në Ferizaj, e kemi bërë koncertin e dytë në Kaçanik, ku tani, me qenë se në ka pritë shumë mirë, atë ka qenë kryetar apo s'diçka Sali Bajra, aq bukur na priti, aq bukur na e organizoi ata edhe pse ishmi na fillestar. Në një nejtë të ma vonshme me te, ajo bo dhe antarin derit të shoqërisë, edhe me një nejtë, ajo na lidhi me shoqërinë kulturore artistike Xhemail Kaba të Dibrës. Në vitin 1967 lindi një shoqëri me emrin Kastriotët, e cila në atë kohë përbahej prej 12-13 antarëve, e dal nga dal u rrit edhe numri i tyre, po jo shumë, në numrin 20 maksimumi ishte,
sepse një mungese madhe e femrës shqiptare, sidomos, orkestra deri dikun ishte komplete, por me ato instrumentet, ashtu të them, ndoshta jo të nivelit duhur, po megjithatë ishte një shoqëri e cila kultivonte vlerat e mirëfillta shqipe. Aty u antarësova unë me 2-3 shoqe të asaj kohe, që do t'i përmendi tash, ndër të parat është edhe Zyrafete Fazliu, Fatime Dauti, Safete Ramadani, Shahe Krasniqi, Sadije Qorolli. Këto ishin solistet e para të shoqërisë, të cilat një kohë të gjatë bënin ushtrimet të cilat zhvilloheshin në për podrume, në për lokale, jo të përshtatshme, sikur që edhe sot kemi vështërsi për këto. Në ansamblin artistik të këngëve dhe valleve Kastriotët të Ferizajt, fillova të këndoj qysh në moshën 16 vjeçare. Aty ka viti 1972. Vetë inspirimi që të kultivojmë këngën në mirëfillt shqipe ishte me të vërtet nga suksesi i atëhershëm i Kastriotëve, të cilët me të vërtet kultivuan këngën burimore shqipe. Ishte kënaqësi e veçantë të punohej me Kastriotët, edhe pse isha i ri, kisha një përkrahje të veçantë nga antarët e atëhershëm të orkestrës. Paramendoja, a mund të jem unë koleg me Kastriotët? Ishte një ëndër, mirë po vërtet mu realizua dëshira, edhe pse i ri, sukseset ishin, se punonim ditë e natë për të dalë ma të pregaditun para spektatorit. Prej turneve do të veçoja, kupto turnet gjithmonë amatorët e kanë në gjak, mirë po veçoj 2 turne ma të suksesshme të ansamblit, turnen që e patëm në shtetet perëndimore dhe në shtetin am në Shqipëri në vitin 1979. Me të vërtet në Shqipëri u pritëm aq mirë, neve thoshim se të këndot para spektatorëve të Shqipërisë, s'di se si do të dukemi ne, mirë po me koncertin e parë që e dham në Shkodër, u dha viza se me të vërtet është fjala për një ansambël të madh, me një ansambël që kultivon muzikën e pastër dhe ashtu na doli në tërë Shqipërinë. Shumdi dhe kiqi në muzikën tonë popullore. Kjo ishte tema e tribunës publike mbajtur në Ferizaj. Kastriotët e kanë të drejtën morale ta vënë në rend të ditës këtë çështje, u tha në fillim të kësaj tribune. E kanë këtë të drejtën nga se tashmë 30 vjet kultivojnë artin e mirëfillt. Gjendja aktuale në muzikën tonë popullore. Kjo ishte tema e trajtesës të paraqitur nga etnomuzikologu Recep Munishi. Të hetohet dhe të shpjegohet sot dukuria e kiqit dhe e shumtit në mjedisin tonë kulturor nuk paraqet ndonjë vështirësi të madhe, sepse është fare lehtë dhe konstatohet me që gjenden në çdo hap, kudo në ambientin tonë muzikor. Mirë po është çështje pakës punë më e vështirë, të gjendet gjeneza, të shpjegohen faktorët që e stimulojnë dhe e mundsojnë. Më së vështirë është të ndalet hobi ose të zvoglohen për masat që ka marrë. Sado që termat shumë të kiq të ne janë me të dëgjuarit, e me frekuentit, për shumë kë nuk janë gjitha që të qarta, sepse për kufizimit teorik. Si pas për kufizimit teorik, në kulturën tonë nuk ka vetëm prishje që do të të kiq, dhe vetëm plehërisht që do të të shumë, por është i prajishëm një spektër i gjerë e kompleks i dukurive më përfshirë se kulturore si që janë. Folklorizimi, që është një term teorik,
folklorizmi, po ashtu tjetër të akulturimi, dekulturimi, asimilimi kulturor e tjerë. Për studiues fushash e disciplinash të ndryshme, shtrohen shumë pyetje që kërkojnë ulëmtime e rezultate të caktuara. Ndër çështjet qendrore të të ishin: kush është prodhuesi i muzikës së sotme popullore në thojza? Shqiptare këtu të ne, për këtë prodhohet ajo. Kush e vlerëson tërë këtë veprimtari aktuale, disa vjeçare, muzikore? Është e njohur qartë se muzikën të ne sot e prodhojnë, e propagojnë, e interpretojnë ata që gjeten mundësinë e mirë të profitit, e që për moral dhe etik krijuese artistike nuk çajnë kokën shumë. Referuesi tjetër, gazetari e kompozitori Sami Piraj, shtroi pyetjen: a janë kiqi dhe shundi edhe problem politik, dhe konstatoi: Radio e televizioni shqiptar janë të mbyllur, kurse pandan kësaj hapën radio surrogat me pronar serb që propagandoj antivlera në emër të muzikës shqiptare. Lejohet botimi i kaseta me muzikë të bastarduar që kryqëput dezorienton e rinin, dekulturon poplin dhe çrregullon sistemin komplet të muzikës shqiptare. Për të qenë bindja më e madhe investohet në këto forma. Së pari, ndalohet shkollimi për shqiptarët, që është elementi i parë i civilizimit të një populli. Shkapërderë dhe ndalohet puna e institucioneve shtetërore shqiptare dhe merren në përgjegjësi të gjithë ata që punojnë për çështjen e vetkombëtare. Janë të dëshiruar të gjithë ata persona që u shkojnë për shtatin mekanizmeve shtetërore serbe dhe ndaj tyre ndiqet një politikë tejet liberale. Dhe kjo zgjat derisa mund të shfrytëzojnë për çështjet e veta. Kërkohen forma të bashkëpunimit në emër të një pro-jugoslavizmi që Serbia ende nuk heqëdojnë. Duket pak absurde, por mjerisht kjo është e vërteta. Serbia përmes këngës dëshiron të krijojë një oazë në thojza të përbashkët shqiptare serbe. Ata përkthejnë këngën shqipe, siç i ndodhi një ylli të estradës serbe të përkthej këngën tonë qytetare Roka Mandolinën e ndonjë tjetër. Veteran e amator, solist e instrumentist, koreograf, këngëtar e kompozitor, në 30 vjetorin e themelimit të Kastriotëve u nderuan me mirënjohje, urime, përgëzime, falënderime. Sonte, po ashtu ndjem një kënaqësi të veçantë që patëm rastin dhe privilegjin të jemi mysafir të këtij ansambli mjaft të çmuar, të këtij ansambli që fluturoi në qiellin kulturor bashkëshqiptar dhe që patmirësia ajo që ky ansambël edhe qëndroi në këtë qiell, në kulmin e kulturës dhe artit, në veçanti të këtij segmenti të shoqërive kulturore artistike. Ne në emër të një delegacioni të vogël nga shoqëria Ive Panikuqi që jemi këtu dhe në emër të mbi 1500 amatorëve të cilët janë në 48 shoqëri kulturore artistike në Maqedoni tani, urojmë nga zemra Kastriotëve të kremtojnë edhe 300 vjetorin. E ne të jemi prezent ndoshta në një 50 vjetor. Unë Hivziun e njofta jo vetëm si aderues i ashtu quajturës këngë fisnike, këngë që dilte prej gjiut të Kastriotëve, por atë i njifsha
edhe si shërftor i kastriotëve, si pastrues i kastriotëve, si hamall i kastriotëve, si drejtor i kastriotëve, edhe si udhëhes artistik i kastriotëve. Prandaj unë këtu i përkulem hijes së tij se e njoft të tillë. Ajo mas shumë të që më kalon për shtypje që punën që kom bo me te për festivalin Kosovalia Këndon, gati se meritat i kom pas në përmjetet e lloj-llojshme të publikimeve unë, po gjithmonë kur më ka ofru dojkush me më pyet, unë i kom thonë ato merita i ndajmë së bashku me të vjerën se vetëm është desht me përjetu aftësinë e tij, vullnetin e tij për punë, edhe atë fanatizëm të tij, të cilën vetëm ai dinte ta tregonte për këtë shoqëri. Vetë fakti që ditët e fundit, vetvetit, plagët pas operacionit, edhe dhimbjet e fundit i shëronte duke i ndëgju tingujt që kanë dalë prej kasetave e video trakave të kastriotëve, dëshmon se ai i paska desht ma shumë se vetën edhe në ato ditë kur ai ka pas shumë qartë si ka pas ditë të fundit. Prandaj ky paska qenë njeri shumë i madh, e po që të gjithë ne s'pas kem ditë se sa paska qenë njeri i madh. I jam rinjos për gjithë atë që ka bo, edhe në emën që të gjithë jush, edhe i herë i them faleminderes për tërë atë mund që ka shkri për gjithë ju edhe për gjithë ne, se mundi ti në Ferizaj është mund për gjithë Kosovën. I faleminderit. Edhe shumë emra duhet përmendur, pa tjetër duhet nderuar. Emra që i nderuan kastriotët gjatë gjithë këtyre 30 viteve, por ti kthehemi të sotmes, ti drejtohemi të ardhmës së kastriotëve. Unë kam figuar të ndoj në moshën 11 vjeçare, ku ishim duke ushtruar me babin një këngë, ai me të cilën merrte pjesë në festivalin Zamaku i Prizrenit. Edhe unë e shoqëroja atë dhe unë dalë babi për një moment dhe më pyeti a e don këngën, më thash po dhe më mori në ansambël. Kam marrë pjesë në festivalin Fëmijët e Gëzuar, për herë parë kryzuar vendin e parë, në festivalin Rinia Këndon në Prishtinë vendin e dytë, dhe si vjetë në festivalin Kosovalia Këndon vendin e parë. Kam marrë edhe pjesë në festivalet të tjera, si Presheva 96, Flaka Janarit në Gjilan, edhe si vjetë ishim në Strug, edhe vjetë në Shqipëri. Në të gjitha koreografit që i realizuam me vallëtarët e ansamblit Kastriotët, kemi elemente dramatike të pantomimës dhe të baletit, të shkrira bindshëm në rrjedhën e lojës dhe pa ndonjë vijë dalluese ku fillon njëra e ku mbaron tjetra, duke bërë vallëzimin sa simbolik aq edhe të ofrueshëm, me plot estetik e porosi, të cilat përmes kthesave televizive adekuate shënojnë risi në arritjet tona në këtë fushë. Duke u nisur nga fakti se sot punojmë në kushte mjaft të vështira, mirë po, duke u falendëruar donatorëve të qytetit të Ferizajt, kemi arritur që të krijojmë disa kushte minimale për punë.
Tani kemi në ansamblin e kasetëve kemi formuar edhe grupin e pionerëve, grupin e të rive, si dhe grupi i valltarëve i gjeneratës së tashme, të cilët sipas moshës kemi prej moshës 4 vjeçare djerë në moshën 40 vjeçare. Në këtë ansamble fillova prej vitit 76, kur në fillim isha i ri, si solist. Si solist mora pjesë në shumë turne të ndryshme, në Gjermani, në Francë. Përmendëm edhe turnen e mirë në Shqipëri që kem. Mandej fillova me fis harmonik. Unë kam fillu për vitit 1968, si nxënës i shkollës mesme, së pari si mandolinist, e mandej kam kalu dhe më kontrabas. Edhe në valle kam përcjell me dau, vallet koreografike, për të përgadit me të kohë e në futka. Mendimin e shokut tim, të ngushtë, Fitim Betyqit, pjesë harmonikis, filluam qysh në vitet 80 të ushtrojmë spaku 7-8 orë në ditë. Marinitin e kam si hobi. Po, shkurt me thonë, pa klarinet nuk mund t'jetoj. Fillova në fillim të viteve 80-ta, vjetë pasi antari rregull të bërë në vitin 1986. Pasi që isha antari më i ri i orkestrës, kolegët e mi shumë ndihmuan, ku si që dihet, sidomos në fillim është më së vështiri. Një këngë të vjetër që njeh popullata prej karrije dhe punoj e bashkëpunoj me shumë të talentuar, sikur që është rasti edhe me kastriotët, si dukati i vogël je, e bëna një uvertir dhe pe rikujtoj të kaluarën e punësime me kastriotët. Ansamblit, se s'mujmë me thonë që është ajo shoqëri e vogël, se është ansambl që tani ka koreografin talentuar Bajramin me tër atë potencial të fuqishëm të fëmijëve 4 vjeçar, e të them edhe të atyre që janë tash të shtyër në moshë, garantojnë sukses e është numër shumë impozant. Ndoshta të them kështu pa u turpëru edhe pa e tepëru, është një ndër ansamblet me numër më të madh valltarësh që ka sot ndoj shoqëri ose ansambël i Kosovës. Pra mund të them me plot gojë se
kastriotët meritojnë epitetin ansambël, madje edhe profesional. Pa i përmen emrat e antarëve të orkestrit, me të cilit kështu i kemi datë të mirat e të këshijat së bashku, si për shembull Muratin, si më të moshuarin e kësaj orkestrine, Fitimin, fisarmonikist, Gatën Avniun, Agimin, pastaj Fatmirin, Daullistin, edhe gjithë ata të tjerët që përpara kanë bashkëpunuar me mua. Them gjithë të tjerët se me ata e zavendësum orkestrin e radios, i cili në spari ai filloi me mbajtë këtë festival të Kosovarit Skëndon, por me atë në gulmin tim, me atë kërkesën time që vetëm me fuqitë e kastriotëve të vendas dhe Ferizajas ta vazhdojmë punën, atëherë me kohë të mirët ata që kishin shkatësi në gishta, gjimnastik në gishta, ata mbeten, kurse ta të tjerët shkun me gjatë në punë e tyre, me gjatë frytdhënëse. Nderohem me këta emrat të orkestrës së kastriotëve, më tepër nga arsyeja se që të gjithë e kanë dashur muzikën popullore, e nuk janë profesionistë, nuk kanë kryer shkolla profesionale muzikore, janë amator, me profesione e zeje të ndryshme. Prandaj kjo më gëzon që nëse duhet t'i krahasoj nga tingëllima, mund të them që tingëllimën që e kanë është tipike shkodrane, bile për nga kvaliteti, ndoshta mas ansamblit shtetëror të këngëve dhe të balleve, mund të them se ndoshta është ansambli i dytë në gjitha trevat shqiptare. Për qytetin e Ferizajt është mburje që e kemi ansamblin Kastrioti. Të jesh antar i kryesisë së Kastriotit është nder i madh. Kastrioti ka një traditë 30 vjeçare, e cila obligon të gjithë antarët e Kastriotit, të gjithë antarët e kryesisë dhe të gjithë qytetin. Veprimtarinë e Kastriotit e financojnë donatorët që të gjithë nga qyteti i Ferizajt. Mirë po, nuk është lehtë për donatorët që ta financojnë këtë ansambël kaq të madh, duke marrë parasysh kushtet e vështira në të cilën zhvillohet aparizmi në këtë qytet, por edhe në tërë Kosovën. Mirë po, kastriotët e meritojnë dhe asetojnë financimin që ja bëjmë ne donatorët e këtij qyteti. Duhet të them se ambicjet për të ardhmen e kastriotëve janë të mëdha, me gjithë rrethanat e krijuara, shpresojmë se së shpejti gjithçka shumë shka do të ndryshojë, dhe të krijojnë kushte që ansambli të ketë mundësi që më lehtë të veprojë, të organizohet edhe më mirë dhe me ndihmën e profesionistëve në të gjitha seksionet do të kultivohet sigurisht një art më i bukur dhe ansambli do të ketë mundësi që të jetë më në nivel, nga se profesionistët sigurisht që do të ndikojnë në ngritjen e këtij niveli artistik. E kaluara e kastriotëve është plot suksese, është e ndershme, përmburje. E sotmja është e sigurt. E nesërmja plot synime ambicioze, për plot dëshira. Kastriotët do t'i përmbushin ato.